drejtori e policisë të Jakovës, zotin Sylaj, gjithashtu për herë të parë, i cili me punën dhe misionin e tij në bashkëpunim me agjencinë tonë si një agjenci e certifikuar për veprimtari konform ligjeve dhe rregullave të shtetit, në mënyrë të veçantë bashkëpunimin me organet mbrojtëse ato të policisë së shtetit, policisë dhe prefekturat, të jemi sot për të vlerësuar punën provën e komputin e tyre, si dhe veprimtarinë e mëtejshme të kohëve të fundit që ka marrë agjencia jonë në aspektin diplomatik ndërkombëtar. Por të para se të themi për veprimtarinë e të pranishmeve për herë të parë, më lejoni që të falenderoj Tun Krahuntin dhe ish drejtorin e policisë, bashkëpunëtorin e hershëm të agjencisë tonë, aktualisht sekretari i përgjithshëm i Komitetit Kombëtar të Veteranëve të Popullit Shqiptar, zotin Veli Lyftari. Më lejoni që të bëj me vajzat tona një informacion për ju lidhur me punën dhe veprimtarinë e muajit të fundit të agjencisë. Fjala